Mungesa e interaktivitetit dhe ngarkesës së madhe në studime po vlerësohen si ndër faktorët kryesor që studentët nuk po i ndjekin ligjëratat në fakultetin e mjekësisë. E disa prej tyre thonë se mungesa në ligjërata duhet parë si sinjal për stafin akademik që të bëjë ndryshime. Mirë po duhet me pas parasysh që ne kemi shumë lanë të cilat janë 3 semestrale ose ma shumë, që do me thonë na sot shkojmë ligjërat për një lanë cilin kemi me i në provim pas një vit e gjysëm, e që normalisht për neve është jo shumë interesante për shkak që nuk e dim edhe fort çfarë po folim, edhe ligjëratat janë jo shumë interaktive, nuk na bajnë edhe shumë e mbajt koncentrimin që maksimal mujna me qenë të koncentrum 40 minuta, po pastaj humbe edhe koncentrimi, ligjërata jo shumë interesante, jo interaktivitet, edhe për këtë arsye tani mendoj që shumica e studentëve dhe nuk shkojnë ligjërata. Mujmë theksu dy arsye kryesore të këtij fenomeni, pra të mosvjushmërisë së ligjëratave, që janë ngarkesa në studime, domethënë studentëve për shkak se kemi ndoshta ngarkesa më të mëdha se sa fakultetet tjera në aspektin akademik, dhe arsye e dytë, siç e ceka edhe më herët, që ke mos interaktiviteti në ligjërata nga profesorët. Për këtë janë ankuar profesorët e fakultetit të mjekësisë. Profesoresha e këtij fakulteti, Hatice Latifi Pupovce, thotë se problemi është bërë më i dogshëm viteve të fundit. Ajo e konsideron si pengesë faktin që studentët janë të ngarkuar me përgatitjen e provimeve të mbetura nga vitet e mëparshme. Është problem i cili ka ekzistuar dhe më parë. Mirë po tash është bërë shumë më evidente mosardhja e studentëve në ligjërata. Arsyeja e mosardhjes në ligjërata qëndron në faktin se studentët përderisa tash ndëgjojnë lanë tjera, përgatisin provimet ose të vitit paraprak ose provimet të tjera, dhe kjo e bën që studentët mos vinë me rregull në ligjërata. Por të dhënat zyrtare për pjesëmarrjen e studentëve nuk i posedon as vetë fakulteti i mjekësisë. Në një përgjigje për kohën thuhet se sistemi digjital për ndjekjen e vjueshmërisë nuk ka funksionuar. Për të përmirësuar dhe monitoruar pjesëmarrjen në mënyrë më transparente, Universiteti i Prishtinës ka nisur implementimin e një sistemi elektronik për menaxhimin e vjueshmërisë, i cili është menaxhuar nga rektorati. Ky sistem është aktivizuar në fillim të këtij semestri, por për shkak të disa sfidave teknike, funksionimi i tij është ndërprerjer përkohësisht. Nga e marta, sistemi është riaktivizuar dhe do të vazhdojmë të përdorim për të ndjekur pjesëmarrjen e studentëve në mënyrë të rregullt dhe të dokumentuar. Nga fakulteti i mjekësisë njoftuan se me funksionalizimin e plotë të sistemit digjital, pritet të vendosen kriteret të qarta për mos pjesëmarrje në ligjërata. Studentët që nuk arrin përqindjen e kërkuar të vjueshmërisë nuk do të mund të paraqiten në provime.